Shkodra në 11 maj do t'jetë udhëheqësja e fitores Partisë Demokratike që e presin të gjithë shqiptarët. Kështu u shpreh kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Shkodër Barspahia gjatë një takimi me kryefamiljarët Posrribës, të cilët i ftoi të mbështesin masivisht programin e Partisë Demokratike, që prek problematikat me të cilat prej 12 vitesh ata përballen dhe ju jep zgjidhjen e duhur. Asgjë nuk do t'i ndalë qytetarët të rrëzojnë me votë këtë qeveri përtej përdorimit parave dhe bandave për t'i intimiduar votuesit, shtoi Spahia. I takon Shkodrës, i takon Posrribës në veçanti me u bë pararoj e fitores edhe ndryshimit që e presin tanë shqiptarët. Na nuk vim sot përpara qytetarëve, bashkëqytetarëve tanë vetëm me idenë e denoncimit të asaj që ka bë keq kjo qeveri tash 12 vjet, por vim sot edhe me një ofertë të jashtëzakonshme, siç është programi i Partisë Demokratike, i cili përfshin në vetvete çdo aspekt të jetës shoqërisë tonë. Këto 2 javë ne duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht që me bind sa më shumë njerëz, jo vetëm demokrat, por edhe njerëz të pavenosur, njerëz të lkundur, qoftë edhe socialist që gjatë tyre viteve janë zhgënjur thellësisht, se unë kam bindjen absolute që edhe ato po një lloj si të tjerë, ne tjerë kanë vujt pasojat e këtë qeverisjes. Përveç pak njerëzve, një grushtit njerëzve që mund të kenë pa përfitime, shpeshherë në mënyrë pa ligjshme nga kjo qeveri, të tjerët po një lloj kanë vujt si na. Kështu që duhet t'ju kërkojmë edhe atyre na bashkohen në rrugtimin ton drejt fitores së 11 majit, i cili është i sigurt. Ju e shihni demoralizimin e kundërshtarëve tonë. Nuk kanë më as justifikim, nuk kanë më ofertë, nuk kanë ma që i thojnë qytetarëve. Pjesa vetme ju ka metë kërcënimi me vendpunet, kërcënimi me kashatën e buks, kërcënimi me bandat. Nuk mundet kërkush me kërcënu përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Do të përballet me reagimin jashtëzakonisht të fortë të drejtuesve të Partisë Demokratike, gjithëve ne. Duhet bëjmë gjithçka që deri me 11 maj të maksimalizojmë mbështetjen, të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Në 11 maj kemi një tjetër mision të japim vendit një qeverisje të denjë, duke shkëputur çdo lidhje të saj me krimin dhe korrupsionin e duke e kthyer në shërbim të qytetarëve, përfundoi fjalën e tij kandidati Barspahia, duke ftuar që masivisht votohet numri 1 dhe Partia Demokratike.